2 vite pas hapjes së saj, xhamia e Namazjas është kthyer në një formë shtëpie shumë të madhe për myslimanin shqiptar, por jo vetëm për ata, edhe besimtar nga e gjithë bota, të cilët e vizitojnë atë dita ditës. Unë jam me mjeftiun e Tiranës, Bilal Teqja, i cili do na shpjegojë më shumë për këtë periudhë, për këtë mbushje 2 vjeçare të një objekti kaq të mrekullueshëm dhe të jashtëzakonshëm për jo vetëm besoj për Islamin, por edhe për kulturën shqiptare, për traditën shqiptare. Është një kënaqësi që të kem në këtë bisedë edhe dua dhe të falenderoj për punën e mirë që po bën dhe do vazhdoni të bëni. Andi mirë se jeni ardhur, edhe ju faleminderit shumë edhe për hapësirën, edhe për këtë bashkëbisedim shumë të këndshëm. Them drejtën, kjo ka qenë një sfidë e madhe shumë. E kemi kaluar 1 vit e gjysmë, po shkojmë gati 2 vjet. Edhe në fillim fare kur u hap xhamia, ishte gjë e madhe se diçka pa eksperiencë më parshme. Domethënë një entuziazëm shumë i madh, një emocion shumë i madh, sepse njerëzit prisnin të hapet xhamia e madhe. Madje jo vetëm besimtarët që janë praktikantë, po të gjithë, madje edhe nga fetë e tjera. Se di, ka pas një begati dhe ka pas një tip, po themi një bereqet shpirtëror kjo xhami, qoftë për nga bukuria e saj, pozicioni që ka, lokacioni që ka, qoftë nga mënyra si është punuar, po edhe forma që jemi munduar domethënë që ta lejmë funksionale dhe të hapur, të aksesueshme për të gjithë. Të jetë tamam siç e the si një shtëpi për të gjithë shqiptarët, por jo vetëm, për të gjithë. Dhe ajo që më bën përshtypje është që njerëzit vinë edhe ndjehen shumë mirë. Njerëzit vinë, domethënë kanë emocione, kanë përjetime shpirtërore. E kam thënë gjithmonë edhe them më shumë interesante që edhe nga fetë e tjera vinë nga një shoh me tatuazhe për shembull, ose edhe me kryq në qafë, edhe ngrin durët, luten. Kam përshtypjen që kjo vetëm në Shqipëri ndodh. Është diçka e bukur që ne ta kemi domethënë këtë lloj bashkëjetese dhe harmonie me njëri tjetrin. Edhe nga momenti që u hap, ka qenë domethënë edhe emocioni si do shkoj mirë. Për Zotin, ne themi që jemi të kënaqur dhe mundohemi maksimalisht gjithmonë të ofrojmë shërbimin më të mirë edhe të jemi sa më në dispozicion të turistave që vinë, domethënë gjithmonë duke futur risi me aplikacione, me gjëra që njerëzit vërtet marrin një panoramë të qartë për xhamin edhe ta përmbushin atë qëllimin e vizitës në xhami. Kjo është xhamia jo vetëm e madhja në Shqipëri, kjo është më e madhja në Ballkan për momentin. Si xhami, pritet xhamia e Prishtinës pastaj të përfundojë, thonë që edhe ajo është shumë e madhe, më duket se për nga ambientet e besimtarëve që mund të falen brenda, pra kapacitetet që nxen, se ka disa kate, ja kalon, kurse kështu si përfaqe toke, domethënë si përfaqe që është përdorur si hapësirë, është më e vogël. Megjithatë, domethënë ka pasur interes dhe ka pasur një vëmendje shumë të veçantë. Madje ato ditët e para që u hap, o Zoti i madh, akoma vazhdojnë, tani që ka filluar sezoni, domethënë, mashallah, ka shumë njerëz. Ne i presim me shumë kënaqësi. Edhe është bukuri. Para ca ditësh kisha disa nga Universiteti i Tiranës, ishin student të masterit bashkë me disa pedagogë të historisë, domethënë Fakulteti i Historisë. Edhe me shumë kënaqësi vëm një tur te xhamia, i tregum ambientet e xhamisë, poshtë sallat, se kjo është kompleks, ka dhe ambiente ndihmëse të cilat vijnë në funksion për të ndihmuar xhamin, si më thon, se është gjë shumë e madhe dhe ka nevojë për mirëmbajtje, ka nevojë për diçka, për i farë buxheti. Dhe për Zotin, unë kënaqem shumë kur njerëzit vinë, marrin shërbimin ose marrin atë karikimin edhe ndjesinë shpirtërore shumë të mirë, ushqimin shpirtëror, por edhe, si më thonë, largohen me mbresa të mira për me u kthy prapë. Ndërtimi i kësaj xhamie, le të themi, ka qenë një farë forme, një lloj peripecie. Pra, është dashur shumë vite për ta ndërtuar atë, për të ardhur te ky objekt, duke qenë se ka qenë dhe mbi vendosje shumë e fortë dhe periudha komuniste e cila e ndaloi, ishim i vetmi vend në botë i cili ishim u shpallëm ateist edhe me ligj dhe me kushtetut. Çfarë rëndësie kishte ky moment, pra inaugurimi i kësaj xhamie për ju si besimtar, por edhe për Shqipërinë, duke qenë se është një objekt i cili, siç e thatë ju, po të rrish vëmendje në mbar botën. Nganjëherë ne themi që lutjet e pranuara të dikujt janë aq të forta, si më thon, sa që Zoti i realizon ato. Edhe pse
shumë nga besimtarët e vjetër mbasi ra komunizmi dhe u hap feja, domethënë në Shqipëri. Ka pas disa momente që te xhamiat e Mbeut, momenti shumë i veçantë që u mbush sheshi plot, po edhe te xhamia e Plumbit në Shkodër që ishte e parë fare, po edhe në vende tjera. Pra ku njerëzit treguan se sado që t'ja mbyllësh derën e besimit dhe sado e dhunshme t'jetë kjo betejë, në fund fare besimi triumfon. Edhe njerëzit e kanë nevojshme, kanë jetik besimin. Pra dashuria për Zotin, dashuria për rrugën e Zotit, dashuria për të mirën, dashuria për të besuar, nuk thyet asnjëherë. Dhe nga ai moment, domethënë unë mbaj mend atë situatën e parë, shihnim burrat vjetër, të cilët frekuentonin xhamin, ose fëmijë të vegjël, brezi i mesëm, 30 vjet që ishte periudha e komunizmit pak a shumë ose çik më tepër, se betejë kishte filluar më para se më mbyll feja zyrtarisht, ishin mungesë në xhami, edhe formimi, edhe propaganda, domethënë e gjatë. Dhe kur u hap feja, ato lutjet e atyre burrave të vjetër që qanin edhe lotonin, kam përshtypjen që i ka pranuar Zoti, pavarësisht se shumë prej tyre me gjithë sinqeritetin e lutjeve nuk e arritën kësaj dite që ata shihnin këtë vepër kaq madhështore. Kjo ka qenë aspiratë të gjithë komunitetit musliman. Këtu ka qenë toka e namazgjas, thuhet që ka fal familja Toptani, mundet edhe dikush tjetër përveç tyre, dhe ka qenë një vend ku falej Bajrami përpara. Mblidheshin domethënë të gjithë besimtarët e Tiranës dhe dilin në periferitë të qytetit, po themi ura tabakëve, pastaj më tutje qyteti, si më thonë, pak a shumë ralloje, si më thonë. Dhe kjo ishte një pjesë ku falej Bajrami. Janë fotot e vjetra në arkiva, domethënë njerëz me ato qeleshët ose plisat që janë, domethënë, duke u fal nga mbrapa, nga para, kështu nga gjithë anët. Dhe deshi Zoti që pikërisht aty ku mblidheshin që herët dhe ishte tradita për të mbledhur që me bër, domethënë faljen e Bajramit që janë, si më thonë, festa të mëdha, edhe demonstrohet shumica, si më thonë, ose pjesa e besimtarëve, ndërtohet edhe kjo xhami, deshi Zoti. Normalisht tu s'ka pas xhami përpara, edhe u vonua ndërtimi i xhamisë, sepse është bërë diçka gjigante, thuhet që ka shkuar rreth 30 milion euro, kjo është një dhuratë e popullit turk, domethënë donacion për Shqipërinë. Shumë e sinqert, mbaj mend që na thonin që për xhaminë e Tiranës është bërë thirrje në çdo xhami të Turqisë, domethënë kur kanë fal atë faljen e të premtes xumës, kanë thënë neve atje në Shqipëri kemi ca vëllezër që kanë nevojë për një xhami të madh, dhe njerëzit gjithë populli kanë donatuar, domethënë kanë financuar sa kanë pas mundësi. Pra është me donacione me shumë shpirt, e kupton, është po vetjake, nuk është diçka, si më thon, diçka e sforcuar, ka ardhur shumë shpirtërisht. Edhe siç është nis, siç janë bërë ato lutjet në fillim, edhe ka dalë diçka madhështore dhe bukur.